Përshëndetje, po paraqitemi prapë nga komuna Vushtrisë. Tashmë veç jemi te familja e Safet Ademit, kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë së re. Safet, urdhna. Faleminderit. Hadi, vazhdo. Hadi bismillah. Tashmë veç jena në ambientet e brendshme shtëpisë të re të Safetit, na po e lëna me pamje se çush ka qenë vizita plus lajmi ku ja kemi dhënë për shtëpinë e re. Jam Safet Ademi, jam për fshatit Skrum, jetoj veç me grua me djalë këtu, jetoj veç me një social, qështu ka pak dikush që dikur diçka më nimon, po edhe njerëz qysh po kanë mundësi, jo gjithë herë. Jetoj vetëm në fshat, nuk ka banor, nuk ka as transport, po nuk ka bes as shkollë. Edhe krejt çka jam mas mjeftjaqi, jam për një shtëpi over qytetit më shpërngull, se s'ka njerëz, mas problemi pikam për një djalë temin, që qitash në kërri ki bën ai, si të veti bën 5 vjet, edhe më duhet me qu parashkollor, nëse më jepet mundësia. Nëse jo, atëherë hupe edhe parashkollor. Edhe për ndryshe s'mëj me quë. Edhe nëse del dikush edhe më ndihmon për që të shpi, unë ja di për faleminderit, mas pori Zotit, tani krejt njerëzve, kush ka mundësi, unë besoj që del dikush, unë besoj që bëhet mirë, edhe të paktën që t'i djallit tem, me avon mundësin, mu shkollu, ves ku mujt bile këtina. Edhe me siguru një jetë që unë me pas mundësi me punu për veti, edhe me një mua dikuj që sukur mu që më një më dikush. Shkolla, më shejlë, Allah është sigur nuk jam veç një 4 vjetë. E diqka më shejlë. Se s'ka pas më në zonë, para me nuk e shkollë ka punue me 200 zonës, tash shumë shpejt e shprazë, mos ka më shejlë shkolla, më shejlë obelonta, transporti u nalë, dhe këtë mas problemi për kena dimne të nëjshë. Po fati dekadesh Zotit fort dime një shtirës po merë, po që atë 3-4 ditë që po merë, po mjafton, se kur një javë ditë po duket. Që të janë problemet për shëndetësi, për punë, për këtë valla, që për veti që më konë smut, valla, dhe ke morë më quë se shanë gjendje më rdish për veti. Se më konë shumë keq, që më konë, po më duket i shala më shumë përsëritet, që e kom posë, e shpresoj që kom u bo mirë, edhe me ndimin e Zotit me i kalu edhe këtu. Tash, kur gjeni social e marë, me që ato më bjetoj, edhe që shtu dikush më një më diqka, po nuk është që minë qpesh njerës, më një më diqka, po një mëjnë ka pak, që shtu sa mësë me me të keq. Më shpresoj që mes të pak të mbili një shpi temen me pos, edhe mësë me pos kry të rahata, po din, që djallë, veç që djallë me shkollu, kur gjë më shumë, së më vinë. Se djallë ka përmend ka shumë? Pse nuk flet, e që me lu me thmi, nuk luën, ik për i ty nëse së mësu me po kalablak, së mësu me po thmite, e pe iko ju kap nësë vetë, se s'de ke menet me to, me juve. S'flet, nuk dhe qes me shetit, pak shetit edhe këthejhet sërën për jashtë, se s'ka njerë, për një thmi merë molli minit të kojtë. Që kjo jemi, veç se s'ka, e i këtu e kënej del për mas, një shpi i mos së të bënu. Që me qua, ato po koshtojnë tash, me qua një më ka thonë që në Prishtinë, që shpithojnë atyne që do të mishti mi këshyra flasin, as flasin, së përdi shpithon. Nuk e kom pas, një më vështëra e kom pas që të i fëllke se kur zakonisht që i fëllëm natë që të. Hajde këtë bënja që është të vëdin, kur gjë ma shumë me ekstra diqka, që është i flasëm për gjithë ditë.
edhe luja për çdo ditë luj me to. Ose kom që më pas të mi, ku kur për i bëj lazëm, po ka desh zoti, nuk po ka nevoj diçka shumë urgjente po din, se pak problem. Unë veç i kisha bo kërkesë të pakte një shtëpi të kam poshtë, temen, të hiq 3 hona në të, e të jam i zoti vetit, të punoj për veti, edhe të dal edhe ndim dikoj nëse kur mu që më del dikosh. Edhe të rahato i kryet, se këtu kur s'ka njerëzë, nuk ka shkollë, nuk ka transport, nuk ka kur gjë, s'ka as perspektivë për jetë. Që kjo është mas kërësoria që në du mi pas temen, për tirat nuk mërzit në tani, mos e i bëj vetë, i bënur në vetë, sa të kom shnetën, sa se kom, se kom. Se këtu ku jam të nejtë, kjo mas pori, shpi, është e marrune që 25 vjetë. I kanë marrue, që shka hona i veç shkelje shka. Pasha ne Allah, pa për unë njëri, nuk ja besë kërkojna. Ka ditë që kur të fry njëre fort, ka natë që kur të fry njëre fort, të notën s'flej heq. Veç pres, kur të marrëgjën edhe pjesën tjetër të kalkonit me gjumë rana, ose qeremidet, bile me do që të në shpi poshtë, 2 rana i ka të heqtë. Unë që të me që pa thuja që të shasë. Për mësë me pikë, apet e thejke kur fryke, mas asë qeremi dhe rezervë për me janë rrugë, diqka mësë më pikë s'ka ma, isha Allah veç dhe zëtës shka ma e ma dhe diqka. Qëri dritarët, ato ma që lejra krejt, ato një armaturja që s'për qështu, se se manë ma i dhomi, këtë kri druni, që nëse mes veç që në kallë pëthuje krejt. Veç që e shtyp që është që me bo. Zëri për shtike gjithë shka. Normal. Kështu që në duhet më konë të pajtimit me caktimin e Zotit. Shumë vërtet. E në caktimin e ti i lume Zot, e ka nasib që ti me pas një shtëpi në vështër. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zoti është i blerë. Tonë atyre që kanë dhonë për mu, edhe i sholla ma bjen, edhe unë me dhonë për dikën. Po i sholla si bëj lazëm kërkojna. Safet, tash më ndryshe. Shumë bile. Shumë më ndryshe sa athere. Për gjithë s'ka ma ofër. Që për shembull djallin ja kom nisë me që në shkollën, para shkollur për të tjerë shkollën, vetë që një javë gati që është ja kom nisë me punu, edhe shumë mirë ka isë njerë për njëherë. Besoj që edhe me isë halema për para tash se di. Inshallah. Me spori shnetën me posë. Se ma spori djallin të shkolla, po edhe heq të shkolla që kom posë mi quë, besa për punë, besa edhe për të miku, për krejt. Për krejt ma ofër, edhe tash që ka onaj me bicikull me shku të ardheri të puna. Veç pa pos në ujë kur gjithë tjetër, veç me bicikull. Është mirë, shumë mirë, djalli njerë hale mirë nuk po diku, njerë si rrike fort, sa të ishë mësu ma ndryshe, njerë nuk jo rrike, për shta shu adaptu mirë, sa i hale me full nuk din, 5 vjet i ka, bilem të shua dhe të një psikologa, të që me full, po t'ju bagi po kushtën, se po s'jam ka që i shpesh, po të 2 herë njohë. Inshallah Zoti si hup kër, e ja shtën bereqetin, e mos poli shnetën, e tira tëna, vinë e bereqet e krejta na vinë për mos taj. Se për veti unë me qitas që shtë qyshorë që kjo, jo tybe, na është ta një 20 vjetë, kisha mujt me bo diqka, për që tash jo, vallave. Unë largë e sa për shumë, për morë deri këto. I bashkëm gjitim edhe navërimit për donator, ba mirë se Zoti është përblet gjithë ata që kanë kontribu për ndërtimin e kësaj shtëpie. Ne do ta bëjmë publike listën e donatorëve për ndërtimin e kësaj shtëpie në rrjetet tona sociale. Na po e lëna me pomët e shtëpisë tre, Safetit po ja bëjmë urime, Faleminderit, Zoti bëj. Faleminderit shumë. Zoti është përblet. Amin inshallah gjithë kujna. Amin inshallah.